Unë kam kryer studimet në Ligjerin e Ndërtimit në Tiranë. Mrapa kam punuar në biznes, domethënë jo biznes të emër, por në fushën e menaxherimit të biznesit. Më pas kam ndjek studimet për histori marrëdhënie ndërkombëtare në Francë, ku kam përfunduar para disa muajsh studimet e plota. Pse politika? Kjo pyetje duhet më bë kur isha 14 vjeç, sepse ishte një thirrje e brendshme, një vokacion i brendshëm dhe një dëshirë për me ndryshu gjanat. Nëse më pyetni sot pse politika, sepse të gjitha problemet janë politike dhe thellësisht politike në Shqipëri. Për shembull, ne nuk kena probleme me thatësinat, probleme me mjedisin, probleme me luftnat, probleme me konfliktet raciale, kena probleme të thjeshta politike, thjeshta. S'janë thjeshta, por problemet janë politike dhe thellësisht politike në Shqipëri. Atëherë, marrëdhënia mes Partisë Legalitetit, Monarkisë dhe Partisë Demokratike është një lidhje natyrale mes dy partive politike, edhe për shkak të historisë, sepse e fillon domethënë qysh në sulmin e parë që është bërë mbretërisë me ardhjen e komunizmit, që ishte edhe armiku i Partisë Demokratike, po themi, jo vetëm për rrëzimin e regjimit, por edhe për 34 vitet e tranzicionit. Partia Demokratike me Partinë e Legalitetit përfaqësojnë më së miri konservatorizmin, përfaqësojnë më së miri djathtën shqiptare, por gjithashtu ka edhe arsye personale, sepse familja jeme nga ana e babit kanë të lidhur në ngushtë me mbretërinë e Zogut dhe e pranova krejtësisht natyrshëm pra këtë mbështetje të Partisë Legalitetit, sepse është edhe në ner të paraardhësve të mi. Gjithashtu, sot problemet më të mëdha që has Shqipëria është problemi i ekzistencës të Shqipërisë, ekzistencës kombit shqiptar, të pronës, të familjes, çështje që lidhen ngushtë edhe me mbretërinë e Zogut, por edhe me Partinë Demokratike, e cila ka kapacitetin dhe aftësinë për me i ndryshu këto gjëra dhe për me ruajt ekzistencën e kombit shqiptar. Gjyshi i babës tem dhe axha i babës tem kanë të lidhur me monarkinë. Njëri ka qenë gjyqtar i Zogut, tjetri ka qenë major i Zogut. Pra, kjo ka qenë lidhja e periudhës të Zogut. Pas ikjes të monarkisë nga pushtimi i komunizmit, më mirë të thonë, ato janë persekutuar, është marrë prona dhe si më thanë, kena kenë një farë mënyret të dënuar për mbështetjen që familja jeme i ka dhënë mbretërisë të Zogut. Atëherë janë 4 shtyllat e një shtetit normal, ku Shqipëria nuk bën më pjesë. Pjesa e familjes, pjesa e dhot, pjesa e ligjit, pjesa e pronës janë minu, sidomos 12 vitet e fundit. Sigurisht që Partia Demokratike ka edhe gabimet e saj në të 34 vite, por gjithmonë ka pas vullnetin dhe ka pas, po themi, kapacitetet për me i mbrojt familjen, me kthy pronën tek i Zoti, dhe kjo do të jetë një mision shumë i vështirë, por cilën Partia Demokratike ka marrë përsipër që në mandatin e parë me e realizu, rikthimin ose forcimin e familjes dhe rikthimin e shqiptarëve në Shqipëri, pra ndalimin e shpopullimit, por edhe mi dhanë mundësinë familjeve të reja me kriju familje, pra me rrit lindshmërinë e cila ka rënë në nivelet historike minimale të saj, dhe kthimin te ligjshmëria i marrim me radhë. Pjesa e familjes, arsyet, para disa ditësh ka dalë një studim i Institutit Vienes, i cili shpjegonte se arsyeja pse familjet shqiptare ose edhe pjesë tjera të Ballkanit nuk shumohen, pra ose shpopullimi do të jetë një nga fenomenet që do të ndodhin në vitet në vazhdim, ishte pjesa e pamundësisë ekonomike, pamundësisë juridike dhe që ishte edhe arsyeja më kryesore, ishte pamundësia për me ndërtu të ardhmen në vendet e tyre. Partia Demokratike në radhë parë do të krijojnë, për shembull, në programin e saj ka zero kosto për fëmijën e tretë. Kjo janë disa praktike që janë përdorur edhe më përpara në shtete si Hungaria, gjë që do ta lehtësojnë ose do ta rrisin mundësinë e familjeve shqiptare me ndërtu familjen. E dyta, çështja e pronës, Partia Socialiste ka bërë për shembull ligjin e investitorit strategjik që Partia Demokratike do ta marrin përsipër me xhba dhe me kompensu, pra po themi për nart zaptuesit e pronave me çmimet e tregut dhe kthimin e pronës tek i Zoti.
Dhe e treta, ligjshmëria në 12 vite Partia Socialiste ka treguar që nuk ka absolutisht asnjë vullnet përkundërzi, ka pas një simbiozë me bandën dhe me krimin, po të kujtojmë vetëm nga ligji i dekriminalizimit kanë dalë nga Parlamenti shqiptar 19 kriminal, pra të provuar që kanë pas lidhje me krimin, shkelje penale deri në përdhunimin në grup. Gjë që është e papranueshme për një shtet konservator siç është Shqipëria. Partia Demokratike e ka treguar më përpara, por ka shumë punë tjera në vazhdim për mi bë edhe më mirë në lidhje me katër shtyllat që u përmend. Dhe fillon nga forcimi i familjes, ridimensionimi i arsimit, pra rikonceptimi i arsimit, duke filluar nga kurrikulat edhe duke vazhduar tek kushtet e mësuesave dhe pagat e mësuesave. Po të kujtojmë një në profesionet më të vlerësuar në kohën e Zogut që ju përmend, ka kanë arsimtari. Një vend, për merret shembull, vend si Japonia, arsyeja e zhvillimit të Japonisë, një nga arsyet kryesore është rikthimi i arsimtarit në qendër të shoqënisë ose në majë të hierarkisë shoqërore. Pra këto janë disa aspekte që Partia Demokratike në programin e saj tregon që ka ndërgjegjësimin, pra që këto janë probleme dhe zgjidhja e këtyre problemeve, por metodet për t'u pa në momentin që ne marrim pushtetin dhe sa do t'i realizojmë ata. Janë krejtësisht realizueshme sepse janë bërë nga ekspert, secili pjesë e programit është bërë nga ekspert fushë, pra janë të realizueshme dhe të shpjeguara se si do të gjehen instrumentet për mi realizu. Unë fillimisht shpresoj të jem pjesë e Parlamentit shqiptar, pjesë e deputetëve të Parlamentit shqiptar që vendosin për ligjet e vendit. Unë kisha dashur të më dhënë te ky ambient, po themi, te ky vend, po ashtu te qeveria, pozicionin e njeriu që do të çojnë zonin për çështjet më të rëndësishme që shqetësojnë Shkodrën. Dhe unë kam caktuar prioritete që unë i shoh si më emergjente, që është siguria, pra lufta e pa kompromis me bandat, dhe këtë nuk e bën një deputet, por duhet çu zonin komisione që kanë lidhje me sigurinë, ose duhet çu zonin tek partia e jonë që nesër do të jetë në qeveri për të realizuar programin në këtë fushë. E dyta është forcimi i arsimit, që përmenda edhe më përpara. Universiteti i Shkodrës ka qenë një universitet që nuk po them që ka qenë i niveleve ndërkombëtare, por ka qenë një universitet ku të paktën shumë studentë rajonit kanë ardhur kanë studiu këtu, të Malizit, Kosovës, po gjithashtu qyteteve tjera si Lezhë, Kuksi. Kjo jo vetëm që s'punon më, po edhe shkodranët vetë nuk po shkojnë më në Universitetin e Shkodrës, dhe kjo është tragjike për qytetin, sepse edhe nga ana ekonomike, por edhe nga ana e popullimit të këtij qytetit, kjo është shumë e dëmshme, dhe universiteti duhet t'i kthehet, pra i dinjiteti, duhet t'i kthehet serioziteti i tij. Dhe e treta, që nuk është pak e rëndësishme, ka lidhje me shpopullimin. Shkodra është një në qytetet që ka vujt më shumë prej shpopullimit në raport me popullsinë e saj, dhe Shkodra nuk duhet jetë më vetëm një qytet ku njerëzit vinë për me bë turizëm, por duhet jetë një qytet ku ndërtohet e ardhmja dhe duhet të japim prioritet nismave të rive, për shembull startupëve të ndryshme, por edhe një turizmi cilësor që do ta kthente ekonominë e Shkodrës, ekonomi të fuqishme, Universitetin e Shkodrës një pikë referencet për jetën studentore, dhe kjo do ta ripopullonte Shkodrën dhe do ta kthente Shkodrën jo vetëm një qytet për marrë me hangër një tavë krapit në fundjavë apo thjesht për me bë pushimet e verës në Velipoj, por me kanë një qytet ku të paktën shkodranët fillimisht, po edhe pse jo për qyteteve tjera, ta mendojnë me ndërtu të ardhmen këtu. Dhe këto do të jenë disa pika që unë do të çoj zonin qoftë në Parlamentin e Shqipërisë, dhe do të jemi i gatshëm me bashkëpunu edhe me kundërshtarin politik, qofshim ne në qeveri apo në opozitë. Gjithmonë duhet ngrim zonin për atë që na kanë çuar në parlament, për me përfaqësuar qytetarin shkodran. Dhe në këtë aspekt unë do të punoj fort për me kenë zoni i tyre në parlamentin shqiptar. Pozicioni i qeverisë është pyetje shumë e vështirë, por unë ja thash atë formimin tem, unë i kam formimin nga inxhinieri i ndërtimit deri tek marrëdhëniet ndërkombëtare, duke kaluar nga historia, kështu që jam i gatshëm për kudo që të ketë nevojë qeveria e ardhshme për me kontribu. Arsyeja pse jam kthyer në Shqipëri është edhe arsyeja pse kam ikë për Shqipërinë. Unë kam ikë për Shqipërinë për me formsu më shumë veten, për më ardhur më i përgatitur për mu angazhuar në politikë, sepse politika ka qenë gjithmonë pasioni im, dhe në mendimin tim që vazhdon me kanë
instrumenti më i fuqishëm për me bërë ndryshime. Dhe për këtë arsye unë ika në Shqipëri dhe për të njëjtën arsye u ktheva në Shqipëri. Nuk e kam menduar në asnjë moment me ikë prej Shqipërisë dhe mos më kthy. Pyetja qëndron nëse më pyetni pse nuk zgjollt rehatin, po themi, e emigrimit në vende si Franca, ku masi kisha kryer studimet, ishte shumë e thjeshtë për shembull me ndërtu të ardhmen atje dhe me pas atë rehatin pa këto kokçare të Shqipërisë, pa sigurinë e Shqipërisë, me një shëndetësi që është në shëndetësitë më të mira të Europës. Dhe pse zgjolla më kthy në Shqipëri, sepse kam qenë i bindur që është detyra jona, pra si brez, ju më that moshën time, unë kam moshën e demokracisë dhe brezit temi ta kanë dhe ka detyrën me në fund tranzicioni shqiptar dhe me fillu ndërtimin e shekullit të ri shqiptar, pra me ndërtu një Shqipëri moderne, një Shqipëri që është në të njëjtin vagon me shtetet e tjera europiane për sa i përket për shembull teknologjisë, inteligjencë artificiale apo sfidave që ka me pas në të ardhmen e gjithë bota. Dhe Shqipëria ka hup shumë trena në këto 34 vite apo në 100 vite, 100 e kusur vite të krijimit të saj, por këtë tren për shembull që Partia Demokratike e përmend shpesh të inteligjencës artificiale, të teknologjisë të zhvillume, nuk duhet ta hupin dhe e ka mundësinë, sepse pikërisht këto të ri si puna jeme që kanë studiuar jashtë kanë kapacitetet tashmë intelektuale të niveleve botërore për mi shërbyer Shqipërisë. Unë kam zgjidhur politikën dhe politika duhet më bën në Shqipëri, pavarësisht se unë kam bërë pjesë në 3 vitet e fundit të një grupim i cili është risin politikën shqiptare, sepse Brain Gain, i cili ka kriju mundësinë, pra të marrë parasysh emigrimin masiv që ka kalu Shqipënia, i ka dhënë mundësi shqiptarëve që prej çdo cepi të botës mu angazhu politikisht dhe për herë të parë ne jena angazhu politikisht edhe duke në ato vende që jena sot. Gjithsesi, rrugtimi jem ka qenë i qartë, unë kam zgjedhur gjithmonë po themi rrugën e vështirë, sepse edhe në momentin që unë ika në Francë, menaxhosha një ekip prej 30 persona, pra isha menaxher dhe ika në Francë dhe fillova një farë mënyre prej zerros, sepse isha i detyruar me bë punë në supermarkete, me shpërnda pica, pra punë që bëjnë studentët, po një moshë të madhe është pak e vështirë, edhe është edhe më vështirë kur je mësu në thojza me lënë urdhna. Pra kjo ishte hapi i parë i vështirë, hapi i dytë i vështirë ishte me lënë atë rehatin e botës perëndimore ku të tjerë i kanë ndërtu më përpara institucionet, pra sigurinë, rregullat, dhe shumë mirë kisha mujtë me përfitu prej asaj rehatisë, atij rregulli që të tjerë kanë ndërtu. Dhe kam zgjellë më ardhë këtu me luftu që edhe unë si ato vende ku unë apo të ngjashmit e mi kanë bërë studimet, më ardhë me ndërtu në vendin tonë, sepse siç e thash, problemet tona janë politike, vetëm politike dhe thellësisht politike. Unë i kisha bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Shkodrës, tek unë kanë me gjetë adhëtarin, idealistin, njeriu i cili ka zgjellë me kënë pjesë një partie politike si e vetmja mundësi për me bërë rotacionin politik, por edhe një partie politike i cila i ka shërby mas mirë të interesit kombëtar në këto 34 vite. Unë i bëj thirrje kujdo që mendon si gjithë aleanca për Shqipërinë madhështore, adhau, prona dhe ligji duhet të jenë kryefjala e qeverisë të ardhshme në pushtet.